Durrësi, Beogradi dhe tani Ulqini. Çfarë kanë të përbashkët? Këtë njeri, Muhamet Alabar. Pranojnë qëtësimin total të plazhit të madh. Se Ulqinin nuk do ta pushtoj kërë poshtë, as nga Podgorica, as nga Beogradi, as nga Dubai. I sa ovakvi investitor me nema trange frank. Manjati i patundshmërive nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka në dorë 3 prej projekteve më të rëndësishme në Ballkan në vitet e fundit. Me kompaninë e tij Eagle Hills, Alabar siguroi një marrëveshje për ndërtimin e Beogradit në ujë, një projekt investimi 3.5 miliard dollarësh që mund të rritet më tej si shifër. Ky projekt synon të gjallërojë brigjet e lumit Sava, ndërsa përfshin hapësira banimi, hapësira tregtare, pullën e Beogradit e cila është më e larta në Ballkan dhe galerinë e Beogradit, qendrën më të madhe tregtare dhe argëtuese në rajon. Por ky projekt ka polarizuar thellë shoqërinë serbe. Kritikët thonë se qeveria serbe i dha tokë atraktive shtetërore praktikisht falas investitorit në një procedurë jo transparente, ndërsa projekti bëhet enklav luksoze e paqartshme për të rëndomtit. Por ambicjet e tij në Ballkan nuk përfunduan me Beogradin. Alabar ishte investitori që siguroi marrëveshjen edhe për portin e Durrësit, projektin e famshëm Durrës Marina Yacht. Pas firmosjes së marrëveshjes, Alabar i bëri shqiptarët të ëndrojnë duke premtuar ta shndërrojë Durrësin në Monako. Miliarda euro do të derdhën në këtë projekt që u kontestua ashpër nga opozita në Shqipëri. E nëse Durrësi do të jetë Monako, Ulqini do të bëhet Dubai. Kjo është ëndra e Alabarit të cilën e përqafoi qeveria e Malit të Zi. Përkundër protestave dhe kritikave nga presidenti, politikanët shqiptar dhe ulqinakët, qeveria siguroi mbështetjen e kuvendit për marrëveshjen për turizëm me Emiratet e Bashkuara Arabe. Kryeministri Miloj Kospajić tha se Alabari ishte i gatshëm të investojë 35 miliard euro në Ulqin, edhe pse vetë kompania Eagle Hills dha shifra shumë më të vogla. Në këmbim, Malizie plazhin e madh, gjvajrin turistik të Ulqinit me koncesion 90 vjeçar investitorit Emirat. Një aset që vlerësohet rreth 20 miliard euro nga opozita malazeze, por me rëndësishmja një burim jete për vendasit ulqinak brez pas brezi, kështu brenda natës ata bëhen të huaj në tokën e tyre. Madje për ironi, për ta shfryzuar plazhin ku rritën, duhet i paguajnë investitorit arab, si te klasike e Nolit, anës detit i Palar. Në letrën që i dërgoi Bashkimit Evropian për ta kontestuar këtë marrëveshje, kryetari i Ulqinit shpreh shqetësime serioze edhe për ndryshimin e demografisë së Ulqinit. Ai thotë se punëtorët që do të sillen për të punuar me dekada në projektin e transformimit të Ulqinit u rrezikojnë shqiptarëve statusin e shumicës në këtë vend bregdetar. Dubai i ri apo Beogradi i ri në ujë? Po do ta tregoj se çfarë do të bëjë Ulqini.